Në fakt, nis nga një pyetje shumë e thjeshtë. Një pyetje që me siguri e kemi bërë të gjithë. Ku mund të gjej lajme të mira, të besueshme në shqip? E po, pikërisht këtë boshllëk duket se synon të mbush kjo platformë. Pra, çfarë është qarku lënë në thelb? E po, nuk është thjesht një tjetër faqe lajmesh. Mënyra se si e paraqesin veten është më shumë si një urë që lidh shqiptarët, kudo që ndodhen, me atë çka ndodh në atë dhe. Misioni i tyre duket goxha i qartë, lajme të verifikuara, pa anësi që vijnë direkt tek ne. Okej, për ta kuptuar tamam se si funksionon gjithë ky mekanizëm, do ta zbërthejmë në 3 pjesët kryesore. Do shohim së pari zemrën e gjithë shkaje, misionin për të informuar. Pastaj, do kalojmë tek motori që e vën lëvizje, pra biznesi i lajmeve. Dhe në fund, do të prekim themelin ku mbështetet gjithçka, mbrojtja e privatësisë dhe besimi. Kështu do të kemi një pamje të plotë. Le t'i futemi pra shtyllës së parë. Ktu kemi të bëjmë me zemrën e gjithçkaje, me atë psen e madhe. Pse ekziston fare qarku pikal? E po, përgjigja, siç duket, është e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. Misioni për të mbajtur publikun të informuar. Mirë, po si konkretisht e realizojnë këtë? Duke ofruar, le të themi, një menu të pasur lajmesh që prek çdo fushë të jetës. Flasim për gjithçka, nga politika tek ekonomia, kultura, sporti, teknologjia e kështu me radhë. Pra, nga debatet më të nxehta politike deri te goli vendimtar i mbrojtjes. Ideja është të ofrohet një pasqyrë plot, një panoramë 360 gradë e asaj që ndodh rreth nesh. Dhe kjo deklarat këtu është realisht thelbi. Kjo nuk është thjesht një fjali e bukur marketingu, është në një farë mënyre një kontratë me lexuesin, një premtim se ajo çka lexohet nuk është thjesht një opinion, por informacion i bazuar në fakte, i ndërtuar mbi etikë dhe mbi parimet e një medie të lirë dhe të pavarur. Por, gjëja interesante është se misioni nuk mbaron me kaq, pra me thjesht publikimin e lajmit. Duket se ata e shohin lajmin si piknisjen e një bisede. Ja, duke lejuar komentet dhe duke ofruar njoftime me email, ata praktikisht ftojnë komunitetin të bëhet pjesë aktive e diskutimit. Kjo është një mënyrë e mirë për të mbajtur audiencën të angazhuar dhe të përditësuar. Okej, tani le të jemi realist për një moment. Gazetaria e mirë, gazetaria cilësore, kushton. Kërkon kohë, kërkon burime, kërkon njerëz të dedikuar. Dhe këtu lind pyetja logjike: si arrin qarku aliull të mbijetojë financiarisht pas sakrifikuar misionin e vet? E po, këtu futet në lojë shtylla e dytë, motori, pra biznesi i lajmeve. Dhe përgjigja siç duket është një hapësirë e specializuar për promovim, pra një platformë reklamimi, por nuk duhet parë thjesht si një mënyrë për të bërë para. Ideja është që ky të jetë një motor që bën 2 gjëra njëkohësisht. Nga njëra anë, ndihmon bizneset, sidomos ato shqiptare, të gjejnë klientët e tyre, dhe nga ana tjetër, të ardhurat fuqizojnë gazetarinë e pavarur. Pra, njëra mbështet tjetrën. Dhe ja ku bëhet interesante. Duket se e kanë kuptuar shumë mirë që një biznes i vogël, lokal, nuk ka të njëjtat nevoja si një kompani e madhe, dhe pikërisht këtu shihet fleksibiliteti i tyre. Për bizneset e vogla ofrojnë paketa të përshtatura që u përgjigjen nevojave dhe buxhetit të tyre, ndërsa për emrat më të njohur ofrojnë zgjidhje të personalizuara për të forcuar praninë e tyre online. Në thelb, bëhen një partner strategjik për çdo. Dhe ky proces nuk është diçka e rastishme, sa për të hedhur një reklam. Jo, është një strategji e mirë menduar me 4 hapa. Hapi i parë, konsultimi, pra dëgjojnë me vëmendje klientin. Hapi i dytë, zhytja në analiza, pra hulumtimi i tregut. Më pas, hapi i tretë, ndërtohet një strategji e personalizuar. Dhe në fund, hapi i katërt, lansimi dhe matja e impaktit. Është një qasje shumë metodike për të garantuar rezultate. Dhe kështu, natyrshëm, arrim tek shtylla e tretë dhe ndoshta më e rëndësishmja në ditët e sotme, themeli i gjithçkaje, besimi. Dhe ky besim ndërtohet mbi mbrojtjen e privatësisë. Kjo nuk është thjesht një çështje ligjore, apo një faqe e gjatë me terma dhe kushte që askush nuk i lexon. Jo, kjo është baza e marrëdhënies mes platformës dhe çdo përdoruesi. Deklarata e tyre është shumë e qartë dhe e prerë. Privatësia është prioritet. Pik. Në një botë ku të dhënat tona personale shpesh trajtohen si një mall, një zotim i tillë për siguri dhe konfidencialitet është absolutisht elbësor. Nuk ka negociata për këtë. Në praktik, kjo përkthehet në një marrëveshje shumë transparente. Le ta shohim si një kontratë me 2 anë. Nga njëra anë janë të drejtat të përdoruesit, mundësia për të parë, ndryshuar apo edhe fshirë të dhënat personale.
kontrolli plot. Nga ana tjetër, është premtimi i platformës, zbatimi i masave të sigurisë, zotimi për të mos i shitur kurrë të dhënat dhe ndarja e tyre vetëm kur e kërkon ligji, e qartë dhe koncize. Mirë po, këtu mund të lindë pyetja, po mirë, pse duhen mbledhur të dhëna fare? Përgjigjja që jepet është se gjithçka bëhet për të përmirësuar përvojën. Pra, të dhënat përdoren për të ofruar përmbajtje më relevante, për ta bërë faqen më të lehtë në përdorim, për analizat përgjithshme statistikore dhe, shumë e rëndësishme, për të garantuar sigurinë e të gjithëve. Okej, tani që i kemi parë të treja shtyllat veç e veç, le të bëjmë një hap pas dhe t'i shohim si një e tërë. Sepse këtu qëndron çelësi, misioni, biznesi dhe besimi nuk janë element të izoluara. Përkundrazi, ato funksionojnë si një ekosistemi vetëm, ku secila pjesë e mbështet dhe e ushqen tjetrën. Dhe ja ku e kemi përmbledhjen perfekte të gjithçkaje. Kemi një mision gazetaresk, i cili financohet nga një model biznesi dhe gjithë kjo strukturë qëndron mbi një themel të fortë besimi, i cili garantohet nga mbrojtja e privatësisë. Pra, gazetaria financohet nga biznesi dhe biznesi bëhet i mundur fal besimit të përdoruesve. Është një cikël që e mban veten në këmbë. Dhe kjo në fund na lë me një pyetje që vlen për të gjithë median sot, jo vetëm në Shqipëri. Si mundet një platformë moderne lajmesh të gjejë ekuilibrin e artë mes misionit, financave dhe besimit të audiencës së saj? Si mund të bësh gazetari të mirë, të paguash faturat dhe të mos tradhtosh kurrë ata që të lexojnë? E po, modeli që sapo pam nga qarku.al ofron një perspektivë interesante, një përgjigje të mundshme se si gazetaria e pavarur mund jo vetëm të mbijetojë, por edhe të lulëzojë në këtë epokë të re digjitale.